Në fakt, Anila, kemi dëgjuar, le të themi, sakrifica nga më të ndryshmet për të patur trupin në formë. Si brenda, ashtu dhe jashtë vendin. Kam përshtypjen që më shumë ndodhen jashtë. Një shkrim kohët e fundit nga BBC-a ishte një shkrim mbi Lord Byronin, shkrimtarin e njohur të Childe Haroldit, i cili ndodhej vazhdimisht në presionin e një mbipeshje që ishte shkaktuar në vitet 1805. Ai kishte peshonte rreth 82 kg dhe brenda 5 viteve ai arriti të humbiste 32 kg. Natyrisht për të humbur këto kilogram nuk ekzistonin ndoshta aparaturet apo mjetet moderne në atë kohë, gjëra që t'i bën më të lehta për të rënë pesh, por që u ndoq nga dieta ekstremisht të tmerrshme, saqë jeta e tij e shkurtër 36 vjeçare e tregon që ai ishte një përdorues i tmerrshëm i dietave të repta, dietave shumë të pakta me shumë pak kalori, gjë që i shkatruan dhe jetën e tij. Të jesh i dobët nuk do thotë domosdoshmërisht që të jesh i bukur, apo? Jo, absolutisht, por ai ishte në një presion të tmerrshëm si shkrimtar, ishte kthyer në një person tipik ku të gjithë adhuronin për shkrimet që ai bënte dhe kërkonte të ishte vërtet një model jo vetëm nga ana që ai shquhej për shkrimet e tija, por edhe nga ana e jashtme. Dhe për këtë ai u mundua të ishte në një dietë të tmerrshme, ishte në presion në një dietë të tmerrshme. Biles mund të themi që në atë kohë ai filloi të paragjykonte edhe femrat. Mendonte që asnjë femër nuk mund të quhej në femër nëse e shikonte duke ngrënë patate apo patollxhana apo gjell apo ku diun. Mjaftonte një femër duhet të ishte femër vetëm nëse hante një sallatë aragostash edhe pinte një gotë shampanjë. Luksi që kërkonte ai për një femër ishte një keq-ushqyerje e tmerrshme ndoshta. Po kështu edhe mbretëresha austrisë Sisi, që njohim, ishte e çmendur pas bukurisë jashtme. Natyrisht ishte një person publik që duhet të ishte gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe për të arritur këtë gjë, ajo rinte me ditë të tëra që beli i saj mos të kalonte më tepër se 49.5 cm. 49.5 cm. Dim tashmë që supermodelet e viteve 90, Naomi Campbell, Cindy Crawford, ato që krijuan bazat ndoshta të top modeleve të quajtura, 90, 60, 90 dhe imagjinojeni mbretëreshën Sisi me një bel 49.5. Rinte me ditë të tëra pa ngrënë, ushqimet e saj ishin shumë të... Nuk qenë ka sëmundje shekull, jo, pikërisht, po dëgjohet thonë që po thoshte është një periudhë që tani gjashme ka filluar të duket, absolutisht jo. Natyrisht presioni i madh i Hollywoodit është... Se dikur ishte ajo ideja e femrave me forma, jo të kolme, po me forma. Me forma. Do ta doli kjo moda një Sofia Loren, që s'ka qenë ka që hollë, po ka qenë drejt diku. Okej, po ke parasysh belin e Sofia Loren, që ka qenë ekstremisht i hollë, ose ke parasysh ato femrat, ato kurtizanet parizianet që shtrëngoheshin fort nga ato korsetet të mërshme që i merrej fryma për të nxjerrë. Dhe me siguri vuanin nga mushkrit, se me zimeni frymë. Pra, njerëzit gjithmonë kanë qenë në presionin e të qenurit në qendër të vëmendjes. Gjithmonë duhet të jam pro të gjithë atyre që thanë që bukuria fizike me atë shpirtërore të ndërthurura është një mrekulli e vërtet. Nuk mund të ekzistojnë të ndara më vete, ndryshe qoftë një person i shëmtuar, në momentin kur ai është një gjeni, do kërkoj të bëj diçka për të transformuar. Unë kam parasysh është një personazh shumë i njohur në botën e artit shqiptar. Kishte një hund pak të krusur. Është një personazh shumë i njohur që unë e dua shumë fort, më pëlqen shumë si personazh dhe ka bërë hundën. Absolutisht jam pro ndryshimit aq të bukur të atij personi, pasi vërtet kishte një zë të mrekullueshëm, por që në atë transformim tani është në harmoni ndoshta me zërin, me paraqitjen e jashtme, është diçka që pse jo mos ta bënte. Pra, kur kemi ndoshta defekte, le t'i quajmë defekte. Absolutisht po. Nuk jam absolutisht pro personave kur fillojnë edhe bëhen manjak të transformimeve. Nuk e di nëse keni bërë ndonjë insert ndoshta me personazhe që kanë dashur të transformohen dhe në fakt janë shpërfytyruar. Di Michael Jackson është një shpërfytyrim apo shumë personazhe të tjera, por që në momentin kur një person nga i shëmtuar shkon te turi dhe ndryshon, transformohet komplet, pse jo unë besoj se të gjithë
edhe ato që ishin kundra ndërhyrjeve apo gjërave, edhe ato janë pro në momentin kur shikojnë veten disi të transformuar. Ndryshe nuk do justifikoja ajo që dikush shkon të blej diçka të bukur, ngjyrat e shtëpisë, arredimi brenda në shtëpi, gjithçka ndodh jo vetëm tek paraqitja fizike, por tek gjithçka çfarë na rrethon. Për gjithçka jemi të bukur. Shikojmë një fëmijë të bukur, ai nuk ka bërë asnjë gjë në fakt dhe jemi të joshur nga bukuria e atij fëmie. Pra, edhe lulen kur e shikojmë. Po të shikojmë një lule të vyshkur, të lodhur, pa ngjyrë, nuk jemi të joshur. Nëse ne shikojmë një lule të plotë, të bukur, të mbushur, të plot dritë, edhe frutat kur ne i marrim, kur shkojmë në tregun janë pa gënjeshtare ato fruta. Pikërisht, kur shkojmë, megjithatë ato ngjyra dhe ato gjërat ashtu jemi të joshur që shkojmë të marrim ato gjëra sepse na pëlqejnë. Po janë shumë të rrallë personat që shkojnë të marrin një lule shtrydhe që është kështu si e vyshkur, si e kalbur. E kërkojnë ato të madhen, edhe pse e dinë ndoshta që është me hormone. Dhe e kërkojnë që të jetë e mbushur në atë ngjyrën e kuqe të bukur, duam s'duam. Edhe fruti kur ka atë pluhurin sipër, ke vënë re, tregtarët janë bërë shumë të zgjuar tashmë, i fshin, i lajnë, i pastrojnë, absolutisht po, janë pjesa më e madhe e tyre janë me hormone, nuk diskutohet, kur janë aq të bukura, sepse edhe ajo bukuria vet, domethënë të gjithë ne shpenzojmë kohë për të sistemuar, për të rregulluar veten. Dhe ajo fruti që është aq i bukur në anën e jashtme, ka truke brenda për të dukur i bukur që të shitet. Kujdes ata që bëjnë pazar, të jenë të kujdesshëm. Mirë, Nila, në fakt shumë ata që nuk kanë kohë të shpenzojnë kohën e tyre aq të çmuar nëpër palestra, i drejtojnë qendrave tuaja të dobësimit. Është le të themi, është e duhur apo duhet të kombinohet dieta me sportin? Domethënë, një ushqim i kujdesshëm, se ajo dieta duket sigurisht shumë drastike. Jo, unë absolutisht jam pro një regjimi ushqimor, që do thotë një regjim ushqimor që gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm në atë çfarë ne konsumojmë, në mos ngrënien e kalorive të tepërta pafund. Jam pro asaj që duhet të konsumojmë një ditë në javë, të shkojmë se jo në restorant të konsumojmë çfarë na do qefi, por të jemi të kujdesshëm në ditën në vazhdim. Jam pro aktivitetit fizik, absolutisht pro, megjithse unë personalisht nuk bëj fare aktivitet fizik, ndoshta puna dhe jeta që më është ofruar tani në këtë kohë nuk ma jep fatin ose mundësinë që unë të bëj aktivitet fizik. Jam absolutisht pro palestrave, vrapit në natyrë, ecjes me biçikletë, mënyrave të ndryshme, notit dhe gjithçka tjetër. Por në momentin kur ti nuk e ke këtë komoditet për ta bërë, pse jo, ndoshta mund të gjesh një mënyrë për të ardhur tek unë, për të vajtur te një kirurg plastik, ndoshta për heqjen e një barku të tmerrshëm që ke me vite të tëra, ndoshta të duhet ta bësh. Në fakt janë për persona që janë ekstremisht të pavullnetshëm. Dhe unë personalisht nuk merrem me kirurgjin plastike të heqjes së operacionet e barkut apo ku diun. Por këto persona në radhë të parë duhet të ndërgjegjësohen. Kur them duhet të ndërgjegjësohen, sepse në qoftë se ti do e heqësh brenda një dite, çfarëdo që të heqësh, do e marrësh po përsëri aq më kollaj, sepse ti nuk je i përgatitur për këtë gjë. Absolutisht po. Larmishmëria e produkteve ushqimore, jeta sedentare, produktet gjithë hormone, domethënë produktet bio pothuajse janë në zhdukje fare. Gjitha këto gjëra, ndotja e ambientit dhe shumë faktorë të tjerë janë shkaktar për transformime gjigante tek të gjithë ne. Ndaj duhet jemi të kujdesshëm dhe kjo është ajo që lidhet me vullnetin dhe me atë që çfarë ti kërkon. Po. Do flasim sërish së bashku. Silvi, ke bërë ndonjë sakrificë në lidhje me bukurinë? Jo, deri tani nuk kam bërë. Nëse mund quhet sakrificë një regjim i caktuar ushqimor për një periudhë caktuar kohore, për shembull kur duhet merrja pjesë në për kompeticione, mbaj mend për shembull gjatë kohës që isha tek Miss Shqipëria, më duhet isha disa kile, 2-3 kile dhe kam shkuar edhe tek Anila madje, pata rezultat. Por që siç tha Anila, jam shumë dakord që aktiviteti fizik, palestra janë mënyra më e mirë. Jam pak a shumë atë parimin që është dhe në mjekësi, më mirë parandalimi se sa korrigjimi. Patjetër. Mirë, të ka vletur në fakt ai lloj regjimi që të përcaktoi Anila? Po, në atë periudhë më ka vletur. Është bërë edukatë, le të themi një lloj edukimi në lidhje me ushqimin. Po, sigurisht duhet edhe në fakt se nuk është se kishte shumë nevojë. E kuptoj. Absolutisht Silvi kishte një truk perfekt.
por qoftë edhe nxjerrja e toksinave përjashta, është shumë e mirë, pasi thash konsumimi i ushqimeve, gjithë produkte me hormone, konserva apo ku diun, ndotjet e ambientit dhe shumë faktorë të tjerë janë që shkaktojnë një Ndonjëherë dhe jeta studentore të bën që të janë shumë faktorë. Ndaj Silvi të paktën, jo vetëm që Silvi ishte në forma të mira, akoma arriti diçka më mirë për atë periudhë, por ato toksina që ajo nxorë në ato momente do i vlen për një kohë goxha të gjatë. Jo, është e vërtet, më vleti goxha. Po. Do të thonë diçka